Vini, mirë se gjej. Knatësia veçantë më të pas drejt për drejt. Ka ndonjë informacion që mund ndash me ne apo vazhdon të jetë situata e ngjashme? Në fakt, informacionin që ju vishë dhatë nuk ka asnjë indicie ose në lëvizje cila na çon në drejtimin që mund të besojmë që mund të ketë ndonjë zhvillim pozitiv sot në Kuvendin e Republikës Kosovës, fatkeqësisht. Por isha duke të përcjell dhe kur e bëre hyrjen në fillim tha që mandati i deputetëve veç ka fillu sepse e kalun atë komisionin për verifikimin e mandateve. Edhe aty beni dim që pat një provë të shkurt që nuk zgjati gjatë që të bllokuhej. Edhe them me vete si kur kishte ndodhur bllokada në atë fazë, bile mos na shkojnë gjithë financa në xhepin e deputetëve të cilët nuk po e kryejnë një punë tjetër e cila është gjithashtu shumë e rëndësishme. Pra, aty sikur e zgjetën një farë rrugdalje që të ecë përpara, që të marrin mandatet, betohen dhe të marrin pagat e tyre, ndërsa tek kjo çështja tash që do ta funksionalizonte Kuvendin përgjithësi dhe trupat e tij dhe punën që realisht do duhet ta bënin deputetët, pra nxjerrja e ligjeve dhe komision dhe pjesëmarrjen në komisione nuk po bëhet, prandaj është diçka që realisht i shton ende barrën që kjo legislaturë ka filluar shumë rapsht punën e saj. Kemi Blerim Gashin në anën tjetër, shpresoj që zoti Gashi të ketë ndonjë formulë magjike informative në siluetën e tij. Ka diçka Gashi apo mbetemi kështu me vrojtime të zakonshme të çdo 48 orëshe? Kjo nuk është me gjithë respektin, përshëndetje Arben edhe Drenar. Kjo nuk është e zakonshme. Vrojtimi jonë nuk besoj që është vrojtimi zakonshëm. Ka mjaft jashtëzakonshme në këtë shka bëjmë edhe klasim ne, pasi mundohemi 48 orë prej kur gjahit me ndërtu analiza ka nisme në auto vetja si burdushi, se hribaz. Prandaj po, është e vërtet, nuk ka të zakonshme. Informacionet janë që ka kontakte, po duket që në elementin psikopolitik, ka shumë kështu, në psiken politike të gjithë politikanëve kosovar, përveç të nxehtit veror, i cili po ndikon, istikamet po qelin ma shumë. E që duhet ndodhej kundërta. Prandaj, kjo koha që po shkon, thojnë shërojnë plagët. Ndërsa në politikën kosovare, duket që piha plagët më shumë. Plagët në sensin dalimet dhe nevojen për mu kallëzu ma parimor nëpërmjet çdo blokade